Por ta për shumë që fatkeqësisht disa deputet janë viktim, si që përqujnë vetën, të një bande të orkestruar që kanë vjedh vota për ta dhe këta se kanë ditë heq. Edhe pro se zëte Paqarizi nga Prizreni është viktime dhe nuk për din asaj që ka ndodhë saksisht qysh i vjedh 6.000 vota pa e dit njeri që po bëhet heq. Kështu që për me njës pak se majkore, po për një me shumë shqetësuse se që kjo fenomen dhe me thonë është perfekcionu qaq mirë, so që në një komunë të vetë, na i 14.000 vota i kesh i shkreti krejt, 6.000 i kesh vjedh. Dhe me thonë gjysën, goti gjysën, dvjedha, edhe një 2-3 është e ka votu dikon në Prizren, edhe qatë të po vjen, dhe me thonë, po është shqetësuse për shiet që për një me Mastina kem do këtë menjerë Najt Hasani, edhe për një me jashtë zakonisht shqetësuse. Qysh ka mundësi që këta deputet me vjedh vullnetin e qytetarëve. E po është një postim mas, dhe me thonë ditën e zgjedhjeve të zotit Paqarizi, kër kish bo thire me vëdal me votu edhe murujt vullneti i qytetarëve për i komisionerve, edhe në fund qaj vetja ka vjedh vullnetin e secilit qytetar, që aty në 6.000 qytetarëve që nuk e kanë votu. Po tash ka egzistu si hajgare kjo farpune, që ka thonë, tash për ma shembull ato, sa kre hojnë për deli krejt kësoj në farë maskarade, ju ka thonë kësoj here, sëmë kini votu, kini gabu jo, ja u përmirësova here në tjetër unë votani. Kështë që është marrë që ka ndodhë. Këtë partit kështu vjetë ka pak, po që kjo Paqarizi është nona e hajnisë. Para mendoj me tarë më për shtetë, me tarë minister që apo kjo.